Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pas kem mbush tryezën plot. Po. Qa gatuajmë? Qa kemi sot për drek? Pas kemi makarona të mbushura. Po. Ka në lonin ndryshe, makarona të mbushura quhen, sepse përderisa kjo është një pet për makarona, normalisht makaronë është. Por makarona betoni. Të tubat. Atëherë, ato tubat e duhura. Kemi si përbërës, normalisht, ku kam spinaqin. Spinaqin e kam prerë, e kam larë mirë me sot, sepse dje që spinaqi ka dhe kur është e i fshatarit është akoma mi, voçkë dhe ka akoma shumë dhe, por është me i miri. Për të qërë me i mirë akoma, i kam shuar pak zuj derisa volumit të ullet. Iku kjo pjesë këtu. Kam, tek spinaqi që kam të larë, normalisht, të marrë gjizë. Njomës, unë kam njomës, është akoma edhe më të përshije. Tek njomësa, nuk do marrë të gjithë paketimin, është shumë i kollajt dhe do të vendos një pjesë të njomëzës. Do më nduket që po... Më e lëngshme më... është më kremoze, normalisht është më kremoze. Ja këtë masën këtu, përse nuk e preva tërsisht, sepse dua që... Në duhet për një recet të arshme. Do të shtoj. Një kokër vezë. Pra, përgatisim mbushjen e gjisa, njomza, veza, spinaqin që unë e kam të vendosur që të zbutet dhe t'i ullet volumi. Normalisht kam kripën, piperin, kam marrën e armysh karmoskat që du mua të më kaloj të beshameli dhe të beshameli mua më duhet të li rahës është kurësori me gjithë përbërësit. Kam qumësht miell, vez gjalp. Djathi është për t'i dhënë, djathi është për t'i dhënë atë shijen më të veçantë. Pa tjetër nëse ne nuk duam me beshamel, marrim pak nisështe, pra kemi alternativa. Por, me që kam diçka me nisështe, nuk e vendosa këtu që mos të përsëris vete në gatim. Pa tjetër që i shkon shumë mirë, i shkon edhe i vjen kur them unë, koperi. Dhe sot kam gatime që vërtet, mua më duhet koperi goxha. Koperi e qetëson shijen e gatimit, edhe aromatizon shumë mirë. Më duhet edhe pjesa e bishtave, ja. Dhe i ri më mirë këtyre salcave kremoze të bardha, akoma dhe më mirë se sa majdanozit, dy bimët të cilat ne nuk i ndajmë nga tryeza. Elementi më njanë që mos të... Dersa, unë të merem dhe, sepse kërkon një ftohje, shtoj, kripën e pas ka marrë me koplaslik të modh kripën. Do ketë gjiza ndoshta? Apo është pa krip njomza që kemi marrë? Njomza është pa krip. Okej. Me gjitha të. Aq i duhet spinaqi dhe aq pak ngelet. Dhe normalisht edhe me ujnë që ka. I përzijej. I shtoj vaj që t'i jap atë shijen e duhur. E lë të ftohet. Pregatis beshamelin. Aroma shpërthyese koperit, shiduri dhe me gjizën, me njomzën dhe me spinaqin duket se kombinohen shumë mirë. Shtoj pjesë gjalpi që të krijoj yndyrën, sikurse e duhura është gjalp vaje, dhe ku kemi pemë është? është tjetër nivel, sepse kemi një vaj ulliri cilësor, edhe paketimin në shishe të qelqt edhe të erët, është i duhuri për të ambalazhuar dhe të ruajtur vlerat e jashtëzakonshme të një vaj ulliri, dhe pema e sjell në disa variante. Vajin e ullirit,
vaj ulliri ekstra i virgjër, vaj ulliri i virgjër dhe vaj i cili vjen nga ullinjt e jugut të vendit tonë. Posaçërisht për familje dhe tryezat tona për të edukuar një stil të shëndetshëm të përgatitjes së recetave. Mos si karamele me e bërë sot. Ja, ditë me shi sot, ta thyejm pak të dalim kundër kohë. Ka dhe diell në mes verës edhe vjesht me shi. Ja kushtoj edhe mielin. Po. Kemi dhe qumshtin. Po një beshamel. Beshamelin tonë. E largoj pak sa këtu, sepse nxehtësia është në maksimale. Ull nxehtësinë. Dhe sërish, derisa të më krijohet ajo masa kremoze. Në moment që unë shoh që nuk më është krijuar ai kremoziteti, do thotë që Albana shto edhe pak yndyrë. Sepse nëse nuk është masa e yndyrës e duhur, nuk kemi atë beshamelin, të themi beshamelin perfekt. Po. Ja, kjo është e duhura. Do thotë që unë kisha mas të munguar të yndyrës. E lë, sa, derisa të filloj e gjithë aroma të shpërthej mirë, sepse aroma shpërthejnë që në momentin që unë e vendos në proces termik, po derisa të shpërthej mirë dhe të bëhet ja kjo mas qulli. Të krijohen këto grobzat e vogla. Unë duke e shuar me qumësht. Nëse unë e kam të vakët qumështin, është akoma dhe më mirë, shpërbëhet shumë më mirë. Por, nëse unë e kam të ftohtë, absolutisht jo. Unë e kam ambienti. Tani, ngre dhe volumin e nxehtësisë, ja. E lë, paksa të do të shtoj armyshk. Kaj sa duhet që mos i jap atë idhsin, sikurse edhe pjesën e kripës. Nuk po duhet beshamelin piksur, se nëse unë do ta mpiks beshamelin, më ngel e pa pjekur kaneloni. Ose makarona tub. Ama tub, ë? Po, që të ketë një çik hapësirë. Dua të gjithë të masën e qumshtit ta kem në beshamel. Duke patur beshamelin dhe duke patur mbushjen, jemi gati tani të veprojmë për të mbushur kanelonit, ose makarona në formë tubi, apo forma të tjera që ju dëshironi për t'i mbushur, të tilla janë, proces punë kanë. Një nga mbushjet më të shijshme për makaronat, më të thjeshta, me fare pak kosto. Shoh që kanë. E i shtojmë edhe pak njomës. Pa tjetër, se shoh që ka lakështira, jo lakështira është. Edhe për sasinë e makaronave që kemi. Nëse, unë shoh që nuk e kam arritur qëllimit, kemi në ndonjë tip tubi tjetër për t'i mbushur, ose xhep pasicërie? Okej, t'ja bëjmë pak më të thjeshtë edhe në ekran. Pra juve, shumë në moment që se keni këtë, merrni një qese të zakonshme, prini cepin pak të fare. Unë e kam ku e kam këtë, sepse jam edhe, është edhe një show i vogël, normalisht. Nëse, se me iku dhe fillim mendimit, jam marr pak miell këtu, për shembull, tek ola, prandaj dhe unë zgjedh që të kem olën. Përse? E kam të lëngësht, po shtoj një lugë miell shtoj. Ja, kemi këtë lugën. Bravo, ja. Kemi bërgati pak miell që të përgatiteshim për... Bëj një piksje. Derisa të arrini atë trajtën që doni për t'i mbushur dhe t'ju bëhet më thjesht puna. Por, unë t'i shtoj edhe djath, që t'ja pa të shijen, sepse mielli nuk dua të kem aromën e miellit, sepse nuk e kalova tek gjitha në proces. Termik, ja, e shtoj këtu. Ja pa të... Po vendos edhe këtu.
vë kapakun sepse nuk dua të më krijoj. Dhe pse është e lëngësht, e krijon një lloj shtrese. Le të marr një lugë ose një garuzhde. Ja, ta mbaj unë kështu që ti hedhësh kollaj garuzhdet. Mos të bëj pis. Opa. Mbushim plot dhe fillojmë me makaronat. Sepse në shtëpi dhe po të bëjnë pis, nuk është problem, ha? Po edhe këtu më s'ka problem. Nuk ka problem. Jo, më. E po mirë, Po rrjedh nga poshtë. Po tash ta bëra duar pjesën, ja. Tani. Ja me bismillah. Ja me bismillah. Makaronat ti e mbush, e tregojmë dhe opa, ja. Ky proces, kujdes edhe se i fola. S'ka problem. Deri do njerëz nga lart, nga poshtë. Fustanin që ta solla mbrëmë. Hameniki. Doli. Mbushet, del gjë. Shisa. Shiko se është spinaq ai. Fijet e koperit janë fije koperi, hapen diku. A gjithë si thot? Do gjohu me Albana, unë do bëj time se si shumë filma më bëre, thot. Më bëre shumë filma, thot. Ja, njëra unë bush. Që kështu unë do të bëj dhe unë fty filma. Por, asgjë mua nuk më tut. Krijojmë një gjë. Asgjë nuk më tut. Ja, një lukë të vogël unë. Edhe ja tregoj qefin. Ja tregoj mirë biles të shti. Opa. Ja, moj, shumë kollaj fare, do marrim gjepa pasticërien. Po, thashtë të bëja një qikë shu. Ja, me thashtë bëja një qikë kështu si interesante. Thjesht shumë marrim pak më tepër kohë, por që është më e sigur duke patur parasysh ndonjëherë defektet që ndodhin tek xhepat. Lug do t'i mbushim. Besojni lugës. Lug besojni, kaq të mirë. Besojni vetes tuaj, ja dilni më së miri. Dhe kështu po vazhdojmë t'i mbushim edhe pjesën tjetër të makaronave, me mbushjen që përgatitëm dhe ju e ndoqët, me pak spinaq, me njomës, me koper, dhe sigurisht përmirësojmë shijen me kripën edhe me piperin e zi. Së bashku, le t'i përsërisim edhe një herë produktet që na udeshën, që ne e përfunduam, po që do t'ju duhen edhe juve në shtëpi, kur të përgatisni kaneloni me spinaq dhe gjiz. Një pako me makarona tub të mëdha. 100 gram djath kaçkavall, gjalp për lyerjen e tavës dhe për mbushjen do t'ju duhen 500 gram spinaq, 300 gram gjiz, një tuf koper, 2 vezë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper dhe arë moskat. Përgatitëm gjithashtu edhe salcën bechamel, 1 litër qumësht, 100 gram gjalp, 100 gram miell, krip dhe arë moskat. Pra, do t'jetë e barabartë sasia e yndyrës, gjalpi dhe mielli, kur duam një bechamel perfekt. Me lugën e çajit, ose të kafes, i mbushni shumë kollaj. Faktikisht, më mirë, mbushja më ideale është duke vendosur dorezat, sepse kështu bëhet në... Po nga që kjo është pak si më e qullë, sepse ku kemi mishë të brirë... Duke vendosur dorezat, kanelonin e vendosim tek mbushja dhe bëjmë mbushjen me... Nga të dy anët. Nga të dy anët. Ajo është mbushja më perfekte, që ty as një pjesë e kanelonit, ty nuk të qëndron bosh. Kam edhe pakës, është pakës, edhe gjysma më duke se është, po hajde. Pastaj sipër do t'i shtojmë bechamelin. Te bechameli normalisht, si që tha dhe goca, yndyra duhet t'jetë, nga ndonjëherë mund t'jetë edhe më tepër nga mielli, sepse në varësi të miellit që e themi vazhdimisht dhe... Mos në dalë thatë në fund. Po, sepse nëse ajo do jetë e thatë, normalisht ty do të kokryzohet mielli. Kur ka yndyrën e duhur, do jetë në formën e një qulli, derisa në moment të lëshoj ato fluskat e vogla. Në momentin që lëshojmë fluskat e vogla, ne do të shtojmë qumshin, që qumshin nëse ne kemi zier dhe është në gjendje nga temperatura ambientit është akoma edhe më mirë, i ftoht jo, sepse ne na hap telashe. Ne po të duam i shtojmë vezën, dhe në të kundërt nuk i shtojmë vezën. Ajo është gjithmonë
në varësi të dëshirës tuaj, sepse ka dhe njerëz që nuk e duan vezën, ne kemi dhe njërën këtu që nuk e do vezën, dhe e kemi gjetur... Me ty jo. Dhe e kemi gjetur që tek veza, ne shtojmë uthull dhe largojmë ata aromën. Do thoni ju e largoni aromën, po tashti, që jemi të sinqert, edhe totalisht nuk e largojmë, se prandaj do është çdo produkt ka aromën e vet. Dhe kur themi te lule lakra që shtojmë një kore buke ose sodën, po ju mendoni se largohet totalisht, po ju sa hyri në ambientin e kuzhinës, që ju kuptoni që është gatuar, por nuk është aq e fuqishme. Pra më pëlqen që unë t'jem shumë e sakt në ato që them. Dhe e sakt, jo e sakt me xhepin, por e sakt me lugën, se të me thënë drejtën, ma la do pi gjashtë, në dorë xhepi. Ja. E mbaruam. Një pako ishte kjo? Kaq kishte pakoja? Kishte edhe 4 copë më tepër, por gjë që mua nuk... Që llogaritë sipas tavës, e kuptoj. Më duket se pas ka marrë dhe një më tepër, gjë që unë do ta lë me kaq. Pse do ta lë me kaq? Unë i kisha të radhitura edhe 2 copë më tepër, por normalisht në momentin që fillon dhe kalon mbushja dhe ka një proces nxehtësie patjetër, fillon edhe ja ku e kam. Okej. Janë shumë mirë. E largoj. Të mbushura plot me mbushjen që përgatitëm, me gjizë, spinaq, djath kaçkavall, koper, arë muskat, vezë. Pjesa që teproj midis makaronave. Edhe beshamellin dhe nuk ka njëri që nuk i do makaronat pastat të gatuara në mënyra të ndryshme. Këtë herë me pak më tepër përkushtim, sepse është e tillë procesi, sepse duhet të mbushen, kanë dhe beshamellin sipër dhe direkt në furrë. I kemi sjell shumë kohë më përpara të mbushura me mish të grirë. Lloje, një variant tjetër, një formë tjetër të makaronave, duhet ta gjeni besoj në kanalin ton zyrtar i Rezidielli në YouTube. Shtoj pak ujë. Se shtove ujë. E shtoj ujë sepse është mpiksur. Dhe mpiksja, shtoj një vezë, e shtoj biles pas siklet, sepse nuk është aq e nxehtë. E lë, derisa të shpërbëhet një këtë lutem aty, një letër alumini, shiko sa ka filluar të zërë atë shtresën, prandaj dhe unë i vendosa kapakun, që mos të krijohej ajo pjesa si një pelte. Kemi një ndryshim, jo një ndryshim recete, por shtoj beshamellin dhe kur unë e shoh që është gati, atëherë unë do të shtoj masën e djathit që do heq edhe letrën. Se vazhdon procesin shkrirës në furrë. Ja, hop. Shiko si zëvënd? Po. Aq perfekte doli në pamje, atë perfekcion do ta ketë patjetër edhe në shije. Unë ta lëksu njerë, e lëksu derisa të marrë atë shtresën, më pas mua më duhet kur shtoj djathtin. E vendos në temperaturën e dur, o zot, çfarë fustani bukur që ka pipa, hajde tashti. Vendose lirshëm. Po patjetër që. Vazhdoj të mpikset, të marrë një ngjyrë të kuqerem dhe ne jemi të vëmendshëm e të kujdesshëm për të shtuar djathin kaçkavall nga sipër. Të mbushura me spinaq, me njomës, përgatitur edhe beshamel, shtuar edhe kaçkavall sipër, të ftohen dhe do ta shihni në fotot përkatëse në rrjetet tona sociale se si është në pjatë kjo recetë. Tani po e shihni në tavë. Pastaj përshihen, ja u themi nesër.